Mirëmbrëma të dashur dëgjues, mirë se keni ardhur në Top Fare, në Top Albania Radio. Është fillim muaj dhe i bie fikse Angelo Shkreli, Julian Hurdha dhe DJ Vini, jo Vinicius Junior, por Vini i Top Albania Radios. Treshja braziliane për t'ju mbajtur në shoqëri deri në orën 20:00. Vini. Si ja bëjnë ata? O Vini. Do t'jemi deri në orën 20:00. Vini. Pas kësaj marrëveshje të re që kemi bërë me Emiratet e Bashkuara të Arabisë, do të dhe jo vetëm kemi bërë marrëveshje për të bllokuar rrugët, që të rini ju sa më shumë në trafik që të na dëgjoni ne. Po patjetër, i kemi paguar një shumë të majme, fiks kemi lidhur, kemi bërë collab, se njerëzit e marrin vesh kështu collaboration, që të ndërtohen dhe të bëhen protesta masive që njerëzit janë për trafiqe dhe të na dëgjojnë ne. Gjithashtu me Emiratet e Bashkuara Arabe do të dalim dhe në kanalin 10 në Digital Bin Arab. Wale bahale. Top Albania Radio. Video. Dhjetori erdhi dhe së bashku me dhjetorin erdhen dhe dritat, por një shqiptari. Si edhe dritat, ishin pa dritën deri tani. Jo, më drita kështu, ka ato të zbukurimit. Këto të pemëve thotë, okay. Sargjojnë shumë këto. Por edhe pse dhjetori erdhi, prapë shqiptari nuk ndryshoi. Po? E ke parasysh atë shprehjen gjuha kocka s'ka, po kocka thyen? Po, e kam parasysh çfarë do të thënë. Po nes po na thyen vetëm kockat, po na thyen mese. Pse? Po del tjetri, e tjetra e thot çado, si do e kur do. Ore, këtu s'mban njeri përgjegjësi, po s'po mban njeri përgjegjësi për atë Floririn, ti thua për llafet. Mori Floririn i iku, ti thua do mbaj përgjegjësi për fjalët. Ç'a thua Juli? E di për ç'a mbaj përgjegjësi un, po, nëse ku është kamera, ma shef një filmote. Se patjetër kjo një olla këtu, isha duke pi ujë, se kush kam se ulaga po. Se kush më mori mësysh nuk e dim, po do ta gjejm. Ishte pik, po pik që të bie mund çast kokës. Kjo është i rapika. Tamam, i rapika. Se në Shqipëri fjalët janë falas. Po, dhe premtimet janë falas. Madje dhe betimet janë falas. Edhe gënjeshtrat janë falas. Edhe ankesat falas janë. Po edhe justifikimet falas janë. Ore, prit pak tani, falas kjo, falas kjo. A pagu njëri në këtë vend ajo? Ke shumë të drejtë shoku Juli. Po i kemi të gjitha gjërat falas. E pra, se thonë po rriten çmimet, çfarë çmimesh po rriten? Sa po listuam 10 gjëra që janë falas. Thuaj vlla motor, çfarë të duash, e si të duash, e ku të duash, e kur të duash, se nuk mban përgjegjësi njeriu sot gjë njeri. Bravo, madje sa më kohë që t'ja fusësh, aq më mirë është se rrit adrenalinën. Me vërtet, po ka ndodhur me vërtet. Jo, ore se s'ka mundësi. A e kupton diçka po ndodh Julia apo jo? Kur fjala nxirret nga buzët jashtë, si dallandyshja s'vjen në shtëpi. Kujdes me fjalën zonjës me çant, kujdes me fjalën edhe ti zotri. Thoshte dritoroa Gollindjer. Prandaj flasin njerëzit çfarë duan e si duan, se ka akoma njerëz si puna jote. Çfarë thuar, çfarë ata? Kujdes me fjalën ti zotri. Ja pa ju hapni librat, rrini e lexoni sa dërroj lalagjoni apo shkon tjetër, okay. E kur dëgjoni budalliqe, kpusi një. Ç'pun kam unë me ta dhe po lexoj më mirë vëllezrit Karamazov. Ja, puna jote. Po ç'të bëj lexoj vëllezrit Prifti? Ore me shkadrove fare, ore. Çfarë bën? E ke vënë që nuk na ka bërë mirë ai studimi vëllezrit Prifti? Jo më jo këto. Ato po. Ata sa kanë bërë mirë, po shatis xhep. Patjetër. Ai studimi që thotë që jemi popull i lashtë, që gjua jonë është nga gjuhët më të rralla, më të para, se na ka bërë që të mendojmë që jemi të parët për gjithmonë. Pse? Po del tjetri edhe thotë, ja, po ç'a do të thoj? Ç'a thot më po? Po ç'a do të thotë sot dhe o burra ti je i pari. Nuk ka rëndësi ç'a thotë. Rëndësi ka që unë të flas para teje, ti je unë i pari edhe më rregull. Siç po tani ti. Po. Shqiptar, edhe kur flet thonë pushose nuk di gjë ti, e kupton? Ti me 72 mastera me studime shkencore, ha? E kupton? Rriten thashë themet si kërpudhat pas shiut. Më mirë tani Juli se s'kam faj, ka një javë që s'po pushon shiu, do rriten dhe kërpudhat. Është bereqet i madh shiuore. Por gjithë kjo përmblidhet me një fjalë, shpresologji. Unë? Po, shpresologji, shkenca që studion pse shqiptarët kanë vite të tëra që thonë do bëhet më mirë,
do bëhet më mirë. Po do bëhet se s'ka ku të shkoj më keq. Por gjithsesi në vend që të merremi me llafe, ne merremi me hallët. Po. Me hallë pa hallë që është fiksuar apo jo? Okej. I përshëndesim kolegë të fiksuar. Si thonë halli im, halli tën. Po, halli im është shumë i madh se halli në gjuhën e moderuar. Apo jo vini, vini. Po, vaj. Po vini, ka hall më të madh se qerafobia. Çfarë është kjo orë? Frika se mos të rrit qeraxhiu qiran. Ça thua më burr? Pa jam aty duhet i thosh pronarit, prit njerëz se unë jam i vogël akoma, si dashkë me marrit qiranti mua. I vogël jeti. Unë i vogël, po punë bëj të madhe. Dhe di çfarë thot studimi? Ha, na tregoj një herë. Ta hap dhe ti jetë fiks shumë. Hapa, se lajmi. Dokumenta, po. Adoleshenca zgjat deri në të 30-tat. Po. Studimi i ri tregon fazat kyçe të trurit. Po. Fëmiria, që është nga lindja deri në moshën 9 vjeç. E kemi kaluar. Po. Adoleshenca nga 9 deri në 32 vjeç. Ti Juli adoleshent i vonuar miko. Po, ti akoma kalamo miko. Unë jam kopsh. Vini. Mosha e rritur nga 32 deri në 66 vjeç. Çardhuare. Plakja e hershme nga 66 deri në 83 dhe plakja e vonë po shkove deri në 83, domethënë e tutje. Aha. I bleqeri. Hajde Juli. Ju që jeni në trafik, mund edhe të kërceni ndërkohë që stresoheni. Unë s'të desh ati më zure. Po të zur. Jo. Që ka kapte, vino. Vinia, Julia. Var, hap sistemi vari. Po të zur. Bravo, top fare Juli. Sot që e ke top i fare. Top i fare i bërë gjitha. Fola, s'ma përgjësini. O Juli, me që po e shtyn adoleshencën, ta shtyme edhe ne këtë pjesën e hallit, se jemi akoma 8:20 sa zë gjuminata. Si mendon ti? Po ti mos pi kafe vonë. O burr. Shë drejtore, se unë duhet të pi çaj kamomili. Po me që jemi aty, se të bëjmë kështu pra. Nëse truri zhvillohet deri në të 30-tat, atëherë po futemi edhe në shtëpi dhe ne. Edhe kredia le të presi. Po si pse mor burr? Po se jemi akoma në fazën e pubertetit, ja, shef, na ka dhënë 2-3 puçura këtu. Klasë 7, biologjia, ande nga fundi. Kem mbanon çfarë tregon? Hiç na kanë zënë hallet. Deri në të 30-tat jemi adoleshent, po. Çdo i themi në fëmijë. Kur të na pyesin më vonë, kur të kanë ra flokë ty. Kam qenë adoleshent atë. Puberteti. Mirëmbrëma Shqipëri, nëse hëna nuk ju pëlqen fare, futini një mendje top sepse më mirë do të bëhet. Me protestë, pa protestë, Top Albania Radio ju merr kthesë. Jemi rikthye! Shumë pis era i Strefi featuring Ledri Vula dhe tani është momenti që un kam më shumë qejf se të gjitha momentet e tjera, përse kur jam gjumë. Qefi është më i madh se Stambolli. Sa i madh është Stambolli. Po ju lëse ç'ke çfarë shprehje sot je shumë popullor sot. Eci më dhe marshojmë. Vinia, të lutem. Na jep një lloj baze Vini, se sot tek rubrika Mos mboj filma mu. Ke parasysh, Juli, që jepen këto trailerat? Unë jam zëri trailerit tani. Jepi. Në botën ku ligji është i fortë, por miku është më i fortë se ligji. Ekziston një njeri që s'nje barazin, një njeri që s'nje meritokracin, ai nje vetëm telefonatën. Kjo është historia e kumbarit shqiptar që ju do ta ndiqni sot në orën 18:23 në këtë 1 dhjetor 2025. Ndiqeni. Don Miku, si e? Më lejo të ta pos dorën. Por më shumë merr me detajet, se kam vë krem duar sot. Kam ardhur për një nder, Don Miku. Si fillim më thuaj, shpenzon kohë me familjen. Shumë pak, s'kam kohë të merrem me familjen time. Pse? Se merrem gjithë ditën me familjet e të tjerëve. Po këtu kush të ka sjell? Vet. Ma mirë vetëm apo tek pull? Tek pull. Mos mbo filma mu. Ku e ke mikun? Si vihet vetëm këtu? Tani, unë njoh njërin që njeh njërin, po i binte shumë larg ashtu. Ke ardhur të kërkosh ndihmë, edhe me duar bosh. Të paktën ca kokra vezë, në një gjiz, raki,
Po ti asgjë. Vini më nxjerr për jashtë këtë të lutem. Kumbar, po s'pata ko, ti e di si është jeta. Kjo është jeta plago. Kështu është kur s'ke pare. Kanë shku çmimet kacafiu, nuk ble do të gjë fare. Po bëhet më e lehtë kur ke mikun e dur. Hajde thuaje, çfarë halli ke? Po, dua një vend pune, diçka të vogël, modeste, na i shef, na i këshilltar. Kaq pak? Po. Nuk e di ku kam lënë macën. Vito, ku është macja? Në kohën time njerëzit kërkonin bukë. E fa mangiare. Ti kërkon zyrë me kondicioner. Ma ke di që Juli. Po kam bërë trajnime, kam ca gjëra, kam kontribuar. E kuptoti se ku du me dalë? Jo, nuk e kuptoj, ma thuaj. Ato mesazhet eja se po ndërton njëri një avli pa leje? Unë. Vazhdo, kontinuare. Po sigur, ato mesazhet e tjera në 3 të natës që të vinin? Po. Unë. Shi dreqi. Po ato mesazhet që po ndërton njëri një kotec pulash? Po. Unë. Prap ti? Po. Ti merri mu me privat? Po, në mëngjes herët unë të kam marrë në telefon. Ti mi bje në mëngjes më më ke fut në sherë me gruan. La nona. Don migu, po për ty që ti merje vesh të gjitha. Dhe s'të kanë sistemu në asë një vend akoma? Akoma. Po mirë, më thuaj, ku do me fillu punë? Ku dush, vetëm t'jem në rehat. Gjithë rehat doni t'jeni ju. Sigur jam para e zonë, e vini për pushime. Po, mos me u lodh, don migu, me marra droge, me i shtëpi. Ore ti po kërkon puna po strejm social në Dubai. Nuk po t'marrë vesh, nuk di kapis, ko Juli. Okej, do ta bëjmë kështu. Unë di edhe kush ju sulmon në për komente, kush shkruan dhe artikuj kundra jush, po këtë ta tregoj më vonë. Më bërë një oferë që nuk mund të refuzoj. Shko ku të dua, shtrokit, edhe për mëndi emrin tim. Don Vito. Si, ka që thjesht? Nëse ju kërkoni parajsen, duhet ta kuptoni që lidhja me parajsen jam unë. Por tani ti zgjidhim mirë këto puna, hajde ulu pak. Se njëri ju duhet ta di për çfarë hyn në familje. Mos më thuaj që do më gjesh dhe nuse. Do edhe në një 2+1, në rrugën e qof largut, te parcela 23, 23, 23. Ton migu, po me qenë se thej familje, prandaj thash. Ore, e di pse ke ardhur këtu apo jo? Për punë. Jo. Erdhe këtu se s'punson kush pa mik. Po, drejt më thonë shpesh që jam pa fat. Pa fat. Ishim në jetë 2 udhëtar. Por tashmë, ti e ke gjetur rrydhin polar. Ke gjetur mikun e shpresës. Unë e ti jemi takuar. Punën time për ta shpëtuar. Një këshill. Mos këndo më bejt e gji. S'ke qenë pa fat, ke qenë pa mua. T'jam mirë njohës, don migu. Më lejo të ta puth dorën, prap. Ore ti ka këtu për hall apo ke qef me bë meme? 1-2 puth. Çam ke mua ti që më puth. Pla. Haj tani më puth. Po pse e bone? Për që? Dhe s'kish se si të ndodhte ndryshe. Të ndodhte ndryshe, s'kish se si. U desh të zhdugej meritokracia që te kjo botë të vijeti. Lëre poezin, lëre artin se ngel pa buk. Tani gjo, në këtë vënd njerëzit ndahen në 2 lloje. Ata me merit dhe ata me mua. Dhe ata me mua i ngjisin në shkallë më shpejt që ascensori. Për zotin duket sikur po fluturoj tani. Shumë mirë. Po në këto raste preshin lëre a kaza. Tani e rëndësishme është që derat hapet, sepse hapun. Po ku mendon ti se bëj më shumë punë? Ti nuk bën punë, ti bën prezencë. Ri bukur në karrike, edhe me qetësi, me dashuri. Mos harro, unë i bie më të fortit, edhe e këpus në mes. Ose nëse nuk e këpus e fus në burg. Pa me rakë se unë jam kështu tipi qetë, si bëj keq as mizës. O normal, se mizës ka telefon që ti qosh ti mesazhe spionimi Juli. A shejtan. Kujto se ma edhe mua, Po kam vetëm një pyetje, don migu. Si tu flas atyre, si ti fitoj respektin që mos më nxjerrin, edhe mos të nxjerrë dhe ty keq në fund. Thjesht thuaj, unë jam i kumbarit, se të vijnë vet ata, edhe mos harro, mos fol shumë.
Mos puno shumë, mos u duk shumë. Po tjerë? Ata e di unë. Mirë mato. Juli. Po tani që të bëj? Tani e shefa derën aty. Po? Dil para se të kap për zhelesh e të nxjerr për jashtë, ama vaj. Ku je Brando? Na fal. Sa po përpëlitet i shkreti. Ti shkreti se lam rehati. O, kush janë ata? Do vi direkt e këtu. Ej, po shumë bukur. A vini? Kjo ishte e bukur vini, thuaj çat duash. Reklama çuna, reklama, funi reklama se na. Kimi, për të kthehemi vetëm pas pak. E lëm me këtë shije në kumbare.